Një shpërthim I fuqishëm ka ndodhur pas ditën e djeshme në lagjën Bajër të Mitrovicës, ku si pasojë 3 persona kanë pësuar lëndime trupore. Zëdhënësi I policisë për rajonin e Mitrovicës, Avnis Zahiti, ka bërë të ditur për gazetën JPZ se dje rreth orës 16:55 është pranuar informata për një shpërthim në një shtëpi në rrugën Ali Pashte Pelena. Sipas të dhënave të para, dyshohet se shpërthimi ka ndodhur si pasojë e një bombole gazi. Siç shihet, shpërthimi ka demoluar muret e shtëpisë, duke I rrëzuar 2 pjesë vdeçare shtëpinë gjithandej deri në katin e dytë. Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Mitrovicës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.